Emisioni Udhë Kryq në Radio Lushnja. Çdo të premte, ora 13 me të ftuar në studio në drejtimin e gazetarit Shkëlqim Bylykbashi. Çështje që na shqetësojnë në jetën e përditshme, të vogla në dukje, por teje të rëndësishme në portofolin e secilit prej nesh. Bëuni pjesë e bashkëbisedimit në Radio Lushnja nëpërmjet pyetjeve në Facebook, SMS, WhatsApp dhe Viber. Mirëdita të nderuar dëgjues të Radio Lushnjës dhe unë ndjekës në rrjetet sociale në Facebook, si çdo të premte jemi së bashku në Udhë Kryq me mua Shkëlqim Bylykbashin me tema që shqetësojnë gjithë komunitetin dhe janë pjesë e përditshmërisë tonë. Kohët e fundit ka dalë si problem i madh përdorimi i teknologjisë dhe marrja e shërbimeve online. Dy nga portalet më të klikuara janë ai që ka të bëjë me e-Albania dhe shërbimet që ofrohen për saj dhe punësimi.gov.al që ka të bëjë me atë kategori njerëzish që janë të interesuar për të marrë një vend të ri pune ose për të ndryshuar atë që kanë. Por si merrim këto shërbime? Kush i ofron ato? Cilat janë avantazhet nëse je i aftë për të marrë këto shërbime apo jo? Pikërisht për këtë qëllim, Horizonte U, një organizatë që funksionon në Lushnjë, në kuadër të zbatimit të projektit Aftësi Digjitale për Përfshirje Sociale, aftësimit digjitale të rinjve dhe grupeve në nevojë si promotori i punësimit dhe ekonomisë, ka filluar zbatimin e projektit në datën 10 shtator, në paralelitet me praktika aplikale dhe në bashkëpunim me zyrën e projekteve për integrimin evropian në Bashkinë Lushnjë, zyrën vendore të punësimit. Ky projekt synon për të dhënë mundësi kategorive që përfitojnë këtë trajnim apo aftësim që të kenë një uri bazë në përdorimin e teknologjisë. Pikërisht për këtë qëllim ne kemi ftuar sot disa të rinj, dy prej të cilave unë kam në pjesën e parë të emisionit, Anisa Zeneli, përshëndetje Anisa, dhe Angela Billo, të dyja vajza simpatike që janë pjesë e Bashkisë Lushnjë dhe mbulojnë njëra zyrën për marrëdhënien me publikun dhe tjetër specialiste pranë kësaj zyre për pritjen e qytetarëve dhe ofrimin e shërbimeve, kryesisht ato që nga të bëjnë me teknologjinë, ato online. Anisa, dhe një faleminderit, kënaqësi që jeni pjesë. Çfarë është zyra juaj dhe çfarë shërbimi ofron për qytetarët? Po, zyra jonë është zyra e informacionit, zyrë me një ndalesë, kur priten qytetarët, marrin shpjegime për gjithë informacionet që kanë, bëhen kërkesa për ankesat dhe jepen dhe vërtetimet çfarë janë të interesuar ato. A ka njerëz që vinë shpesh apo që besojnë dhe kërkojnë zgjidhje pranë jush, sepse bashkia është goxha e shtrirë, fillon nga Thanase dhe mbaron në Bitaj? Po, ka njerëz, nuk kemi vetëm banorët e qytetit të Lushnjës, po dhe nga njësitë që vinë kërkojnë shërbime pranë drejtorisë tonë. Shërbimet bazike që ju ofroni, cilat janë? Duke filluar nga vërtetimet, që më thjeshta vërtetim banimi, vërtetim ndihmës ekonomike, vërtetimi njëjti person dhe kërkesat që kanë qytetarët. Pjesë e paketës qytetarëve që kanë dhe ankesa ose kërkojnë të takojnë kryetarin e bashkisë, është zyra juaj, pra atë dhe këtë kategori juaj prisni. Cilat janë ditët që kryetaria ka takim dhe pret popullin? Kryetaria pret çdo ditë. Ka çdo ditë, nuk ka ditë caktuar. Çdo ditë. Anisa, ne kemi dhe disa njësi administrative, si quhen, të cilat dhe ato kanë stafet e tyre. A marrin ato pjesë të ngarkesës që ka një bashki në përditshmërinë e saj? Edhe ato kanë pjesë të ngarkesës të tyre, po ka edhe nga ato qytetarë që drejtohen sepse mendojnë që zgjidhja është pranë Bashkisë Lushnjës dhe drejtohen tek ne. Për të bërë punën tuaj, Anisa, ka nevojë për infrastrukturë mbështetëse. A jeni të konsoliduar ju me staf dhe njerëz që të mbështesin ty si drejtuese e kësaj zyre dhe gjithë specialistët pranë zyrës tuaj për të qenë sa komfort? I keni të gjitha. Në listën e gjatë të shërbimeve të kohët e fundit, i shtohet Bashkisë Lushnjë, që është dhe një marrëveshje që u bën mes ASHK-s, cila ka lënë Këshilli Bashkiak, për rritjen e numrit të dosjeve që do të përpunohen nga bashkia në raport me ASHK-n. A keni informacion diçka më shumë, çfarë është kjo? Ky shërbim i ri, ju e keni bërë më përpara këtë? Po, duke filluar që nga korriku, pranë drejtorisë tonë, janë filluar me shërbimet online. Dhe atje bëjmë dhe aplikimet për ASHK-n. A nuk e kanë ata si formë të procedimit nëpërmjet linjave private, disa kanë zgjedhur dhe noter, tashmë këtë ofron dhe bashkia për kategorinë qytetarësh? Këtë ofron bashkia, apo vetëm ata që kanë nevojë
për ndryshim pronësie ose për legalizime? Jo, të gjithë shërbimet online i ofron bashkia. Qytetarët nuk mund të shkojnë në zyra private që me pagesë. Çdo gjë është falas pranë institucionit të bashkisë. Kush merr shërbim pranë zyrës është pa pagesë? Po, pranë zyrës, shërbimet janë pranë zyrës së informacionit, ku kemi specialisten Angjelën që merret me aplikimet e Albanias. Shërbimet për të ardhur në ndihmë të qytetarëve janë të ndara dhe në njësitë administrative dhe rajonet e qyteteve. Qytetari që banon në njësi administrative e ka më të lehtë të jetë afër njësitë të tij, sesa të vinë në qytetin e Lushnjit për bërë aplikimet. Po, nëse faleminderit. Angela, ju jeni një specialiste që keni një përballje me një kategori njerëzish të cilët arsyeja pse vinë të marrin dhe kërkojnë shërbimin pranë jush është sepse ose janë moshë vjetër, ose janë moshë me aftësi të mangëta sa i përket teknologjisë, ose nuk i kanë mundësitë për ta patur këtë akses në teknologji. Çfarë ndodh me këtë kategori? Juve jeni trajnuar për këto shërbimet e Albanias? Si është mënyra që procedoni ju? Në platformën e Albanias, moshat që hasin më shumë probleme janë mosha mbi 50-60 vjeç. Problematikat janë humbja e kodit, mos numri aktiv kur kanë hapur Albanian, jo emaili sakt. Ne procedojmë duke e bërë një kërkesë e Albanias në një email me emër mbi emër të qytetarit, duke i kërkuar aksesin e Albanias. Kjo procedurë zgjat 3 deri në 5 ditë që të kthehet aksesi dhe të vazhdojmë me procedurat që qytetari kërkon. Ka njerëz të natyrave të ndryshme, karaktere të ndryshme, të cilët jo vetëm që nuk kuptojnë atë çfarë kërkojnë, por shpesh edhe nuk dinë të ruajnë dokumentacionin më të rëndësishëm, siç janë kodet ose passwordet, me të cilat ju i pajisni herën e parë. Çfarë ndodh me këta lloj njerëzish? Me këta lloj njerëzish do bësh në këtë kategori se nuk është faji tyre pse kanë me këtë kategori do nisësh procedurën e rikthimit të kodeve. Kush ka numrin aktiv ja kthejmë në moment. Kush nuk e ka, domethënë as e ka humbë dhe emailin e këto, niset procedura që thash pak më para, ajo 3 deri në 5 ditë. Pra kemi rastet kur ka ndrim të numrit? Po. Kemi dhe raste kur ka humbje të adresës së emailit. Në të dyja rastet e Albania do 3 deri në 5 ditë? Jo, mjafton që njërin ta ketë aktiv, kthehet në moment. Në qoftë se nuk i kanë të dyja, as numrin, as emailin, do 3 deri në 5 ditë. Kur mungojnë të dyja këto opsione, kur mungon dhe celulari dhe emaili, atëherë kjo merr 3 deri në 5 ditë. Shërbimet më të kërkuara, cilat janë? Shërbimet më të kërkuara janë certifikatat personale, familjare, ndër vite, vërtetim pensioni, aplikime pensioni, aplikime të ASHK-s, vërtetime të ndryshme, paku, kempi, etj. Sa qytetarë mund të prisnin ditë parafërsisht? Parafërsisht mund të vënë 30-40 shërbime në Albania, përveç qytetarëve me probleme ankesa tjera. Që kërkojnë shërbime, tashti materialet që ata kërkojnë, dokumentet që ata kërkojnë, ju a printoni juve? Po, të gjitha neve i pajisim. Për shembull ke dhe aplikime si ASHK-ja që i nxjerri mandatin dhe është një pagesë që duhet ta kryejnë në postë, është pagesa e ASHK-s. Shërbimet që ofron bashkia, printimi apo gjëra të tjera falas. Nuk paguhen asnjë. Nëse njerëzit do ta marrin vesh që kjo është falas, kjo do të thotë që do të rritet numri i personave që ta kërkojnë, sepse një certifikat kudo që ta marrësh në rastin më të keq është 100 lekë të reja. Po ka raste shkon te 500 lekë të reja. Mbarsi të zyrës ku kërkon shërbim. Kemi pas raste që kanë ardhur qytetarët që kanë bërë rikthim kodesh në privat, edhe vetëm për një rikthim kodesh thotë më kanë marrë 500 lekë të reja. 500 lekë të reja, sigurisht për një pensionist kjo është, ose për një familje në nevojë. Kjo është shumë dhe për ne. Biles ka qenë qytetari që na ka thënë është me këto mendim ekonomike që marrin dhe bonus qëraj, imagjino çfarë është ajo vlerë për ata. Është një sforcim shumë i madh i marrësh gati 1/10 në ndihmës ekonomike një familje. Shpesh bëm re njerëz, duke qenë se është dhe pranë institucionit ton, zyra që prisnë qytetarët, ka dhe njerëz të cilët këmbgulin për ta marrë shërbimin pranë bashkisë, edhe pse kjo mund t'i ofrohet njësinë administrative. Po, tashti është punë e dobët e njësisë administrative që nuk ka informuar qytetarët banorët e saj, apo është mentalitet
i këtyre njerëzve që duan shërbimi këtu dhe e gjejnë si një opsion dhe për të dalë në qytet? Është ideja se qytetari ecën me idenë që bashkia i bë më të sakta. Është sikur është e para. Domethënë, po si ja dha shërbimin bashkia, kush do t'ja japi? Çdo shërbimi i Albanias jepet në njësitë administrative dhe rajonet e qytetit, përveç shërbimit të ASHK-s që do bëhet me patjetër në bashki. Ata kanë bërë, më fal, edhe një njoftim në çdo njësi që shërbimet online kryhen pranë njësisë. Vetëm ASHK-ja bëhet pranë bashkisë në qendër të tjera, gjitha shërbimet nëpër njësitë administrative dhe rajonet e qytetit. Angela, a janë të aftë në nivelin pranueshëm punojësit e njësive administrative që ofrojnë këto lloj shërbimesh? Se kemi bërë trajnime. Jeni trajnuar së bashku. Çfarë problematikash janë më të shpeshta përpos atyre dyja që thatë juve në mënyrën se si njerëzit vinë pranë bashkisë? Mos ndoshta për shembull, një nga gjërat që vëre më shumë është jo vetëm që duhet ta ruajnë kodin, passwordin dhe adresën e emailit, po un kam vënë re ku ka qenë disa hapur që një kohë e madhe, një volum kohë dhe një hapësirë goxha e madhe u jepesh qytetarëve për t'i shpjeguar se si mund të ruhet password. Dhe kemi hasur dhe një gjë, cila është mënyra më e mirë që doni ta ndani me dëgjuesit dhe me shikuesit për të ruajtur këto dy elementë kaq të rëndësishëm të një qytetari për të patur gjithkohon dhe të marrë shërbimin sa herë që ta ketë mundur. Neve zakonisht kur ja rikthejmë kodet, ja japim me fletë të printuar dhe i themi mbajni on brapa kartës, on brapa telefonit në një vend që nuk të humb. Dhe zakonisht i vendosim unë personalisht i vendos numrin e IT-s se sido që tjetë ajo nuk i humb kurse është e karta. Pra ju keni zgjidhur si password kodin e IT-s dhe kjo është bërë masive në gjithë vendin fakt për të patur. Po, se ajo është një gjë që nuk humbet kollajt se dikur ruanin pasaportën shumë fort njerëzit, sot ruajnë ID-n sepse është më praktike dhe është shumë e rëndësishme. Dhe platforma e Albanias kërkon kartën, nuk kërkon pasaportën. Në fakt edhe janë të njëjta, si ato të pasaportës së kartës. Po kur hap një Albania të kërkon skadencën e kartës, nuk të merr pasaportën për bazë. E kërkon. Po. Megjithëse ato bazë ligji jepen paralel në të njëjtën kohë. Një qytetar kur vjen në zyrën tuaj, sa minuta konsumon? Mesatarisht është 5 deri në 7 minuta, varet nga procedura e aplikimit. Kur është ASHK ose pension, ka më shumë procedura se është dhe ngarkimi i dokumentave. Po mesatarisht 7 deri në 10 minuta një aplikim. Sa veta ka zyra që ofrojnë këtë shërbim paralel? Jam unë, më ndihmon dhe kolegja ime, Albina, për të dy vete mjaftojnë, nuk është se keni ngarkesë për momentin që ka fluks edhe po e menaxhojmë duke na hyrë në ndihmë edhe njësitë administrative dhe rajonet që po vazhdojnë ato procedurën e tyre. E lehtësojnë barra. Do të kalojmë pak publicitet për të rikthyer sërish me Anisën dhe Anxhelën mbi aftësimin digjital dhe cilat janë shërbimet më problematike, ato më të shpeshta dhe çfarë Bashkia e Lushnjë ka planifikuar për vimësin. Pas publicitetit sërish live në studio. U rikthyem sërish live të nderuar dëgjues, jemi me mua Shkëlqim Bylyk Bashin, jemi në Udhkryq dhe u kam të ftuar Anisa Zenelin dhe zonjushen Angela Billo, të cilat mbulojnë sektorin e marrëdhënieve me publikun për kujdesin në mënyrë të veçantë të shërbimeve që kanë bënë me platformat online dhe në pjesën e parë diskutuam mbi cilat janë kategoritë që marrin këtë lloj shërbimi. Bashkia nuk ka diferenca apo i trajton dhe u jep të gjithëve shërbimin që kërkojnë, por kemi edhe problematika që kanë bënë kryesisht me humbjen e të dhënave personale që janë shumë të rëndësishme në marrjen e shërbimit në një rast të përsëritur ose kur dokumenti që ju keni aplikuar ka disa ditë pritje. Në fakt Anisa, juve thatë që në dy krahët e hyrjes në bashki janë dy njësi që janë pjesë e zyrës tuaj dhe ofrojnë shërbimin për qytetarët. Vërtetimet. Vërtetimet e çfarë lloji? Për të ndihmë banimi, ndihmës ekonomike, njëjti person. Që i kërkojnë institucione të ndryshme? I kërkojnë qytetarët. Me pagesë si janë këto shërbime? Vetëm kategoritë që janë me ndihmë ekonomike dhe me kemp e kanë pa pagesë. Kategoritë e tjera pastaj kodin që ka qenë po me 200 lekë. 200 lekë. Po.
Shpesh në ndodh që kemi parë ngarkesa, nuk është se një ngarkesë e madhe, po më tepër për ta ndarë dhe qartësuar me qytetarët. Në kohën e verës ka një fluks të shtuar njerëzish që vinë në sportelet tuaja. Pse ndodh kjo? Dhe për pjesën e Albanias ka pas një fluks të paparë këtë verë që hyri Albania në bashki. Dhe më fal, Angela, po shërbimi online merret dhe jashtë kufive. Ai është online. Po, sa morën vesh që hyrin në përbashki, erdhën fluksi aty edhe erdhën e kanë më të lehtë apo janë përtac, dua të them, dembel apo janë të paftë? Se është ndryshe kur përton, dhe hajtë se kam gati në bashki dhe e gjë atje, dhe ndryshe kur si e jaftë. 50-50 të dyja. Kjo ndodh që nuk kam ruajtur kodet e Albanias, edhe nuk kam pas mundësi të rifuten. Sepse mund ta kenë hapur në konsulat ose në ambasadë Albanian, avokati për një dokument për një gjë, ai se ka idem fare që ka hap Albania, paraqitet aty thot nuk kam Albania, ndërkohë që ne shikojmë në sistem që është i regjistruar në Albania, i kërkojmë kodet ose një numër aktiv ose nuk i ndallet, bëjmë procedurën e rikthimit të aksesit të Albanias. Angela, tek emigrantët duhet të ndalen pak më shumë. Këta kanë edhe fëmijë. Po. Të cilët janë të aftë në aspektin e teknologjisë dhe mund t'u rregullojnë ose sepse udhëzuesit online janë shumë të saktë. Si ka mundësi që emigrantët kërkojnë, janë emigrant pa fëmijë të vegjël apo i kanë fëmijë ose njerëz të aftë brenda familjes që e kanë mundësitë për ta bërë një gjë të tillë? Kemi pasur raste që i kanë marrë në telefon fëmijët, duke qenë që ato kanë ikë që të vegjël jashtë, thonë nuk e kuptojmë. Nuk e kuptojmë çfarë po më kërkon. Nuk e kuptojmë. Jam mësuar me aplikimet që janë në shtetin e huaj dhe nuk e ka rastisur aplikimet në gjuhën shqipe dhe e kanë pak të vështirë. I duket se nuk di ta bëjnë. Po. Ka numër lidhje me gjuhën. Angela, në këto seminarat që ne kemi bërë pas here, me trajnuesit që kemi për aftësimin digital të rinjve dhe shtresave në nevojë, dëgjojmë gjëra nga më të ndryshmet. Në praktikën tuaj, njerëzit që vinë aty dhe më vajtë çfarë keni parë, sigurisht kam përshtypjen dhe mbani ca dhëna për të bërë një krahasim nga viti në vit mbi numrin e personave që kërkojnë shërbim dhe a bie ky numër nga përsëritja e shërbimeve, a i ruajnë dokumentat. Ajo që më bën përshtypje është që një pjesë e mirë e personave që kanë një faqe të hapur apo kanë aksesuar një herë teknologjinë, jo vetëm që nuk e ruajnë dokumentin apo atë çfarë ju udhëzoni, por çuditërisht ka dhe një qasje ndonjëherë edhe si thua urryese ndaj sistemit. Nuk e kuptoj pse ndodh kjo. Ndodh se mendojnë se sistemi është në dorën tonë. Ka raste edhe kur sistemi bie dhe ti thu kalo pak më vonë se s'ka sistem, ai thot mendon se nuk do të japim ne shërbimin, nuk e kupton mënyrën që sistemi s'është në dorën tonë, nuk faret nga ne. Ai mendon se ne thjesht duam një moment pushimi, edhe i themi nuk ka shërbime ose nuk ka rënë sistemi. Jo më larg ka 2 javë që sistemi ka qenë me probleme. Punon 2 orë mëngjes, ka raste që s'vjen fare gjithë ditën, ka raste vjen 5 minuta ikën prap, edhe i kemi pas këto problematikat me qytetarët. Ka njerëz kështu si po e bën juve, i bie që ata të bëjnë dembele njerëz dhe vinë të kërkojnë tek ju edhe sa gjoba ka marrë me makinën, njëri që s'ka lidhje fare. Ka njerëz që kanë që vjen nga këta. Ka njerëz që kanë ardhur vetëm për një premtim dëftese të fëmijës. Ma premto pak dëftese. Edhe nga këto shërbime bëni? Po. Kur kërkojnë dëftesa të shkollave? Po. Edhe vaksinat, edhe për të filluar vaksinimin. Përgjigjet e check-upit. Në totalin tuaj, Angela, sa është numri i shërbimeve që ofron Albania për një qytetar? Na 17 korriku që është futur në Bashki Shërbimi Albania deri në 15 nëntor që ne kemi bërë një raport, është 2400 shërbime. 2400 qytetarë kanë marrë shërbime? Po. Sa prej këtyre, nëse të më mban mend, ja keni hapur nga para adresën ose aplikimi i tij është freskuar? Me hamendje të 600-700, diçka e tillë mos. 1/3 atyre? Po. I është hapur nga para? Po. Duke marrë atë kohën 3 deri në 5 ditë kur po, dhe është kaq numri për arsye se kapi dhe pjesa e emigrantëve dhe ata zëri se të gjithë ishin pa akses Albania.
tashti emigrantët kur vinë kërkojnë shërbimet e juve, me çfarë pretendimi kërkojnë këtë shërbim? Me vërtetime kontribute për pension, gjë që ne ja shpjegojmë që kur janë shumë vite para se të dalin në pension, vjen refuzim dhe i themi hajde diku një vit më përpara se të dalësh që ta bëjmë prap nuk e kupton. Bëje ti thot ai s'ka rëndësi ma kthehen në refuzim apo s'ma kthen. Për të gjithë vitet e punës një pensionist në prag pensionit se një punonjës, i merr të gjitha nga Albania? Për të do bëj një kërkesë, domethënë duke dhënë ndërmarrjen se ku ka punuar nga viti që ka punuar deri në çfarë viti e kalon, e bëjmë ne këtë kërkesën, edhe kjo kërkesë ka përgjigjen 30 deri në 45 ditë pune dhe ja ngarkon sigurimet fjerë, ja ngarkojmë përsëri përgjigjen në Albanian, vin tek ne, ja kontrollojnë, ja printojmë dhe ja japim qytetarit. Një pjesë e praktikës tuaj, Angela, ka të bëjë me uploadim ose me ngarkim dokumentash. Qytetarët e kanë kulturën të kenë këto dokumenta me vete që t'ia skanoni dhe t'ia bashkangjisni aplikimit? Shumica se për t'i patur në formë elektronike nuk e mendoj. Jo. Ose mund t'i kenë në celular. Shumica i ka, shumë pak janë ato që vinë pa dokumenta, po ne i orientojmë në për zyrat përkatëse të mbledhin dokumentat dhe të vinë të bëjmë pastaj aplikimin. Infrastruktura për skanime dhe për gjithë shka të ishte plot. Po. Shumë me kënaqësi që keni një uniform që mban logon e bashkisë. E kanë të gjithë personat që janë në kontakt me qytetarët të veshje? Zyra e marrëdhënieve me publikun e ka. Po në njësitë administrative? Në zyra e informacionit. Do t'i pajisën dhe me xhaketa vajzat? Po, patjetër. Dhe me palto kur të vi sezoni, megjithëse krijoni kushtet e ngrohtësisë. Anisa, njerëzit nga natyra e tyre janë gjithmonë kërkues. Dhe në rastet kur nuk e realizohet një dëshirë, pavarësisht ajo është e mundur apo jo, është pjesë e detyrimit tuaj institucional apo jo. Kam vënë re shpesh që thon ku është do të takoj kryetarin, ose do të takoj drejtorin e zyrës që mbulon shërbimin. Ju ndodh ju ka? Po, ka dhe raste të tilla që vinë kërkojnë informacion për drejtori që nuk kanë lidhje fare me bashkinë, si ASHK-ja, ka ndonjë ankesë për postën, për spitalin, për OSHE-n, ne i orientojmë në për drejtoritë përkatëse. Japim aq informacion sa kemi, edhe më pas në për drejtoritë përkatëse. Angela, këto kohët e fundit ka një përpjekje, qasje, nuk e di ta them me saktësi, ndoshta është dhe angazhimi të rinjve, kryesisht në sektor që kanë të bëjnë me teknologjinë. Këtë profesion ose këtë rrugë që keni marrë në raport me zgjedhjen tuaj për shërbimet në bashki, është shkollë që keni zgjedhur ju apo jeni aftësuar tani për të marrë këtë pozicion që keni? Jam trajnuar për pjesën e kësaj, nuk është profesion. Të është dashur shumë kohë për ta marrë këtë aftësim? Po, janë një muaj e pak. Në gjykimin tënd, sa seanca trajnimi duhet të ketë një person që nuk ka një arsim të plot për të marrë një uri të bazë që të përdor teknologjinë për shërbimet e veta bazike? Unë mendoj se një muaj të jetë rregullisht mjafton për të gjithë shërbimet e platformës së Albanias. Për shërbimet që i duhen atij si person? Si person? Po. Varet nga lloji i aplikimit që do ai, se çdo aplikim ka procedurë të ndryshme, kozjate të ndryshme. Pra nuk është e vështirë nëse ke pak durim dhe vëmendje, pavarësisht ngarkesa, se jemi duke folur për kategorinë njerëzish që kanë ngarkesa në familje, nuk kanë bashkëshortët, janë në varfëri ekstreme, kanë fëmijë me probleme, kanë smur në banesat e tyre, janë mendim sociale ose me pamundësi ekonomike, për shumë arsye. Kjo kategori që ta aftësohet, sa seanca duhet të bëjë në gjykimin tuaj që nëse do të jepet mundësia të ketin celular dhe internetin, të paktën shërbimet për veten e tij të mund t'i marrë. Kjo është thjesht të di titullin e aplikimit, pastaj çdo gjë është shumë e thjeshtë. Është një radhë pune që duhet ndjekur. Shkruaj këto, emër mbi emër, kliko këtu, kliko aty, çdo gjë ship edhe është shumë e thjeshtë. E gjithë vështirësia është sa të gjesh titullin e aplikimit. Terminologjinë. Po. Njohësh terminologjinë. Anisa, përpara se ta mbyllim, keni një mesazh për qytetarët ose gjëra që doni t'i ndani në mënyrë që
ata të mos bëhen pjesë e përditshmërisë tuaj kur nuk është nevojë të tek ju, apo shërbime që nuk ka pse ditë kërkojnë tek ju, duke lënë ditën e punës, duke lënë largësinë që kanë, duke harxuar me transportin publik i ka lartë poshtë për të ardhur tek juve. Nëse nuk jam Flas për rrethinat. Po, flasë për rrethinat, këto informacione mund të gjenden për njësitë administrative. Mund të drejtohen atje dhe i marrin të gjithë informacionet. Në rastet kur dikush e kërkon një shërbim nëpërmjet telefonit, mund t'i bëhet një gjë e tillë? Që nuk e ka mundësinë të vi, por në telefon ju komunikon. Po, e kemi dhënë numrin e zyrës ton që e kemi në dispozicion të qytetarët, na kanë telefonuar, ja kemi shpjeguar procedurën si ta ndjeki dhe e kanë bërë. Kemi pas edhe raste me emigrantët të procedurë. Po sigurisht ata nuk e kanë mundësinë e prezencës. Ju ka hasur në një Anisa që meqenëse jeni emigrant, Angela, të kërkojnë një shërbim për t'ia nxjerrë juve një dokument këtu, që mund ta bëjë një zyrë vërtetimin me post. Mund t'u arnisni? As nuk është kërkuar dhe as nuk mund ta ofrojmë. Vërtetim banimi, apo ai merret edhe online në e-Albania? Jo. E vetmja gjë që mund të kemi bërë me emigrantët është që dokumentin t'ia dërgojmë me email në emailin e tyre personal. Kurse fizikisht nuk aplikohet. Se mund të bëj pagesë dhe thotë Jo, vetëm nëpërmjet emailit në ndihmë. Anisa dhe Angela, unë falenderoj shumë për kohën dhe minutat. Faleminderit. Ishte një takim i parë me ju dhe shpresoj që bashkë me ju dhe rinin tuaj të rritet dhe transparenca e bashkisë në Vimsi për t'i dhënë sa më shumë informacion qytetarëve, por dhe do vim në ndihmë shtresave në nevojë dhe atyre që janë në pamundësi ekonomike, për t'i dhënë sadopak shpresë që bashkia është këtu për t'i dhënë një ndihmë atyre në moment që ka nevojë. Patjetër gjithmonë bashkia është e hapur. Ne jemi në Shumë faleminderit dhe sukses në punën tuaj. Faleminderit ju. E mbyllim këtë pjesë të dytë këtu të nderuar dëgjues me Anisa Zenelin dhe Angela Billon, dy punonjëse që vinë nga zyra e marrëdhënieve me publikun, njëra drejtore e zyrës dhe tjetra specialiste për shërbimet online, kryesisht platformat që ka e-Albania. Në çdo kohë gjeni pranë bashkisë dhe ato janë të gatshme për t'u ofruar asistencën e tyre dhe shërbimin që kërkoni në rast se ata nuk e merrni dot njësitë administrative, që do të thotë, nga biseda që ne bëm, vetëm ASHK-n do të doni ta kërkoni këtu sepse çdo shërbim tjetër e merrni pranë njësive administrative. Po kështu dhe pranë rajoneve ata që janë Lushnjë dhe nëse doni marrëdhënie me ASHK-n, qartësimet i merrni nëpërmjet zyrës që ndodhet në krahun e Majtës apo hyn në Bashkinë Lushnjë. Publicitet dhe rikthehemi sërish në pjesën e tretë të emisionit me një tjetër person. U rikthyem sërish live të nderuar dëgjues, jeni me mua Shkëlqim Bylyk Bashën si çdo të premta në Udhkryq dhe në këtë pjesë të tretë të këtij emisioni do të flasim me zotin Mikel Beqiri, trajner dhe specialist për IT-n pranë zyrës vendore të punësimit, i cili ka në fokus të tij trajnimin dhe aftësimin digital të gjithë atyre personave që janë të interesuar jo vetëm për të marrë mundësi dhe aplikim për puna.gov.al, por dhe forma të tjera të përdorimit të teknologjisë. Mikel, kënaqësi që jeni me neve në Radio Lushnja dhe urime për punën dhe projektin në cilin jeni përfshirë. Ju veni zgjedhur si partneri Praktika.al dhe Horizonte U për të bërë trajnimin dhe aftësimin digital në projektin aftësi digjitale për përfshirje sociale, aftësimin digital të rinjve dhe grupeve në nevojë, si promotori i punësimit dhe ekonomisë, i cili ka filluar zbatimin e këtij projekti që në datën 10 shtator në mos gaboj dhe ju keni qenë pjesë edhe në fillesat e tij me eksperiencë dhe me grupin tuaj të punës. Në fakt, ky është një projekt i cili synon për të dhënë mundësi kategorive që përfitojnë këtë trajnim apo aftësim që të kenë njohuri bazë në përdorimin e teknologjisë. Projekti i Horizonte U e Praktika.al, mundësohet nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile AMSHC. Mikel, në eksperiencët e tua që ke hasur dhe në gjithçka, çfarë përmbledh aftësia digjitale në përditshmërinë tënde të punës? Aftësia digjitale lidhet me mënyrën se si njeriu përdor teknologjinë në jetën e përditshme, përfshirjen e tij në punë, në përditshmërinë e tij. Aftësia digjitale ka të bëjë më shumë me çdo lloj informacioni që merret online, përfshin në përdorimin e kompjuterit, telefonit, aplikacioneve dhe portaleve të ndryshme. Aftësia digjitale ka lindur si nevojë, duke qenë se jetojmë në një botë teknologjike, ka lindur si nevojë për të trajnuar, është dhënë rëndësi brezave pak më të mëdhenj, të cilët kanë mungesë informacioni për të përdorur shërbimet publike online.
Në eksperiencën tuaj të përditshme, sa të lehtë kanë qytetarët që të përdorin emailin dhe portalet, sepse u sapo thatë që moshat e vjetra ose njerëz me aftësi të mangëta kanë të vështirë të hyjnë në ritmin të reja, jo vetëm teknologjisë, por edhe të përfitimeve edhe detyrimeve, sepse sot s'merr të shërbim nëse nuk hyn në Albania. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Për fat të keq qytetarët aq më tepër tek brezi pak më të mëdhenj, mungon informacioni, ata kanë nevojë për tu trajnuar. Cila është pjesa më e vështirë që ata e kanë të domosdoshëm trajnimin? Pjesa më e vështirë ka lindur tek pjesa e përdorimeve të shërbimeve publike, siç është portali e-Albania dhe puna.gov.al. Duke qenë se portali e-Albania është një portal i cili është shumë dimensional, ka futur gjithë dikasteret e Shqipërisë dhe aty janë çdo lloj dokumenti. Kështu ka lindur nevoja që çdo individ ka kërkuar një dokument të saktuar dhe ai duhet të përballet me portalin e e-Albania. Po ai nuk ka informacionin e nevojshëm. Ndaj ai nuk di ku të drejtohet. I duhet me se s'bën një person pak më i ri që ta informoj dhe ta mësoj për të vazhduar procedurat. Kjo pamundësi për ta marrë atë që kërkon ose dëshiron një qytetar, ka të bëjë me moshën e tij, ka të bëjë me aftësimin personal, ka të bëjë me njohjen e termave dhe gjuhës me të cilën përdoret në këtë lloj shërbimesh, cilat janë ato që hasni më shpesh juve në përditshmërinë tuaj të punës? Në përditshmërinë time faktikisht themi duke qenë se ne jetojmë në një brezat janë akoma në një fazë tranzicioni, që do të thotë update të gjithë brezave. Pak nga pak janë të gjithë për të updateuar. Kështu që edhe moshat pak më të mëdha ka lindur nevoja për të parë teknologjinë si një mjet shumë të domosdoshëm. Prandaj është shumë e rëndësishme që atë individit edhe qytetarët të marrin informacionin e nevojshëm nëpërmjet zyrave tona që ne kemi pranë institucioneve përkatëse, duke i ndihmuar dhe asistuar ata. Duke ju referuar praktikave të përditshme dhe vajzat pak më parë theksojnë rëndësinë e madhe që ka sot për qytetarët përdorimi i emailit dhe portalet, por më shumë se sa kaq e-Albania dhe puna.gov.al. Si ndodh kjo? Po. Siç e preka pak më parë, portali e-Albania është portali i vetmi shqiptar që është i gjithëpërfshirshëm, që do të thotë çdo lloj dokumenti është i aksesueshëm nëpërmjet portalit. Aq më tepër që ne kemi hyrë Shqipëria ka hyrë në një fazë procesi që të inteligjencës artificiale, që do të thotë që çdo qytetar ka regjistrin e tij elektronik ku çdo informacion ai duhet ta marrë nëpërmjet portalit. Kështu që prandaj ka lindur është e nevojshme që ne duhet të jemi të trajnuar për të përballur kësaj gjëje. Në praktikat tuaja të komunikimeve të përditshme, por dhe në trajnimet që bëni në nivele më të larta, sepse ju jeni rreshti i parë i përballjes me teknologjinë dhe ne vim pas jush. A keni hasur në një version që nëpërmjet formave më të avancuara të teknologjisë, për shembull si ChatGPT-ja ose le të themi një robot i personalizuar brenda shërbimeve që mund ta ketë një kategori njerëzish, a mund të jenë këta që të na ofrojnë shërbimet tona pa ndërmjetësimin ton, po thjesht ne i lëm detyrë mëngjes, në detyrë shtëpie, siç i lë sekretari dhe i thua, sot unë dua këto dokumenta, dua një certifikat të vitit aq e kaq, dua këtë, a mund të delegohet ky lloj shërbimi për tu marrë pranë e-Albanias në gjykimin tuaj? Kjo është e ardhmja e afërt që e pret Shqipërinë, duke filluar që nga një ministre e parë që është inteligjenca artificiale që është Diella, duke filluar pastaj edhe me dikasteri dhe me prokurimet që ka Diella si detyrë, kështu që jemi drejt asaj lloj rruge që ne do përballemi me inteligjencën artificiale duke bërë jetën tonë më të lehtë akoma, marrim informacionin më të lehtë. A jemi të gatshëm ne si shoqëri shqiptare për të patur një ministre si Diella në gjykimin tuaj, kuptoj? Pra për fatin ton, të keq ne nuk e kemi atë lloj. Jemi larg. Jemi shumë larg për ta patur një ministre të inteligjencës artificiale, por gjithmonë Shqipëria ka qenë inovatori i gjërave të reja. Shpresoj që do ta kalojmë dhe këtë gjë me sukses. Duke qenë se ju e keni profilin tuaj të punës lidhur me zyrën vendore të punësimit, kam përshtypjen sikur do që ndodh, vajzat parafolse
e theksuan që vin njerëz që kërkojnë shërbime që s'kan lidhje me zyrën, por ne u afrojmë. Ndodh të njëjta gjë tek ju në zyrën tuaj të punës, që kërkojnë gjëra që s'kan lidhje me profilin tuaj? Po, ndodh. Edhe në përditshmërinë tonë, duke i ndihmuar, duke i asistuar. Gjithmonë un jam për qytetarët dhe un do t'i ndihmoj qytetarët për vetëm në arsye sepse njeriu në moment vështirësie të kërkon ndihmë. Dhe gjëja e parë që ne duhet të jemi human dhe unë në karakterin tim jam shumë i saktë që dua të ndihmoj njerëzit, sado që nuk më përket profilit tim. Kurse ke këtë mundësi se e kërkoni gjë gjithsesi sektori yt? Do ta ndihmoj me njëjtët e mia. Kur mundësia është? Kur mundësia është me njëjtët e mia. Për shembull, të marr një rast për ta lehtësuar, po jam i sigurt që ke pasur me dhjetë të tillë. Ka shumë të rinj që në kuptimin e moshës janë të rinj, por janë dembel. Dembel për shkak të rrethanave në familje, mund të jenë inteligjent, por nuk kanë mundësitë për ta marrë dhe përdorur telefonin dhe portalet bazike e Albania dhe puna.gov.al. Janë mjeshtra për të hulumtuar dhe parë në internet gjërat që u pëlqejnë, dhe çuditërisht ai nuk do të aplikojë në Albania ose nuk di të aplikojë në Albania dhe vjen tek ty dhe thotë, "Të lutem, thotë, unë dua këtë shërbim." Po, më ka ndodhur në përditshmërinë tonë, portali i Albania është si proces verbal i mëngjesit, kështu që kemi patur shumë raste të rinj, të cilët nuk kanë patur akses të hapnin dot portalin, as edhe për një email të thjeshtë, nuk kanë patur informacion për ta hapur. Për këtë gjë, prandaj ne kemi si një staf ne kemi filluar fillojmë t'i trajnojmë të rinjt. Prandaj kemi marrë edhe një shtresë që janë pak më në nevojë, për të cilën duhet t'i trajnojmë për këto gjërat kaq elementare. Si mund të hapësh portalin e Albania, si mund të regjistrohesh te portali puna.gov.al, i cili është portal, besoj, një nga më të rëndësishmët, sepse portali puna.gov.al është portali që ti ke akses të gjesh punë pafund, është një lloj si tip tregu e them unë, ku punë kërkuesi gjen punëmarrësi dhe punëmarrësi gjen punë kërkuesin, biznesin. Domethënë është si pak a shumë një formë tregu aty. Ti është një bursë për punën. Po, është shumë veta që me ndihmën tonë gjithmonë kanë aplikuar, kanë filluar punë dhe në pozicione shumë të mira që nuk e merrte mendja se mund ta gjenin kaq kollaj. Duke u referuar trajnimeve që keni filluar të bëni në kuadër të projektit për aftësimin digjital me mbështetjen e AMSHC-s, si partnerë organizatave Horizont EU dhe Praktika.al, si u duken personat që janë zgjedhur për të trajnuar deri tani? Personat që janë zgjedhur për të trajnuar faktikisht janë personat që vijnë nga shtresë, domethënë vijnë nga shtresat që janë në nevojë, ose vijnë persona që janë të moshës së pak më të mëdhenj, të cilën e kanë më të vështirë marrjen e informacionit edhe për tu integruar në teknologji. Por duke seancë mbas seancë mendoj që kjo lloj trajnimi do t'japi frutet e veta, se unë mendoj këtë gjë që çdo gjë, nëse ti je pak për kushtim dhe je një pjesë të shpirtit tënd në trajnim apo në punë, ai do japi frutet e veta. Kështu që edhe unë jam i bindur që ata njerëz që kanë ardhur tek ne për të trajnuar dhe për të aftësuar drejt trajnimit aftësisë digjitale, do e shikojnë veten e tyre në fund të mbarimit të trajnimeve se çfarë informacioni të bukur dhe të vlefshëm kryesorja që kanë marrë. Në gjykimin tuaj, Mikel, a janë të përgatitur qytetarët për shërbimet online? Ne juve thatë pak më parë që ne do të vinë drejt një bote digjitale ku gjithçka do të bëhet nëpërmjet teknologjisë. Po gjithashtu përmendet edhe me të drejtë që moshat e vjetra kryesisht, por le të themi një brez moshe mbi 60 vjet ose mbi 50 vjet ka vështirësi në marrjen e këtij informacioni. Me kalimin e viteve, brezet që do të vinë do të jenë më të aftë në këtë raport apo ndryshon teknologjia dhe prapë do ta gjejnë në siklet veten ajo pjesë do jetë më e madhe në moshë për shkak edhe të diferencës. Nuk di cili është komenti juaj për këtë pjesë. Para 20 viteve nuk na i merrte mendja ne ose që ne mund të flisnim me kamerë. Nuk na i merrte mendja, thjesht kemi patur një telefon të vogël, nuk na i merrte mendja që ne mund të flisnim me kamerë. Kështu që është e njëjta gjë. Mbas 20 viteve të tjera do ketë ndal inteligjenca artificiale, do ketë bërë të vetën. Kjo është një lloj procesi që unë e quaj gjithmonë, ta them në fjalën që thonë anglisht updating. Është gjithmonë
duke u përmirësuar kjo gjë. Prandaj duhet të jemi gjithmonë koherent drejt teknologjisë dhe informacioneve të reja që na ofron jeta sot. Duke qenë se fakti që kjo stres ose disa stresa kanë nevojë për të trajnuar, në gjykimin tuaj, cilat kategori hasin më shumë probleme apo vështirësi në përdorimin e shërbimeve online? Janë kategoria e stresave që janë në nevojë. Është e pakshmangshme. Kemi zgjedhur kategorinë e dur për t'i suportuar dhe për t'i aftësuar nga ana digjitale? Besoj se po. Kategoria më e dur sepse në bazë gjithmonë të takimeve që kam patur nga afër me individët dhe me qytetar, ka ndodhur shqyr që keni ardhur të na mësoni si mund të regjistrojmë në portal. Më ka ndodhur kjo gjë dhe më vjen mirë te kjo pjesë që me kaq pak mundësi kam dhënë diçka, që ai ose ajo person ka mësuar diçka nga ky lloj trajnimi që bëhet. Cila është metoda më e mirë për të trajnuar njerëzit? Nëpërmjet shembujve konkret me celular përpara apo me tablet, apo prezenca e një teknologji më të avancuar siç është projektori dhe madhësia dhe simbolet apo shenjat që përdoren për të avancuar në kërkesat që ke ndaj rastit të mund të shohë çdo person. Duke qenë se shtresat në nevojë e kanë pak më të vështirë marrjen e informacionit në mënyrë teorike, në mënyrë me fjalë, kështu që ata është më e kollajshme që ata të kenë ta shikojnë ose ta prekin gjën ose të marrin pjesë vet. Po marr një shembull shkarkimin e një certifikate apo shkarkimin e një dokumenti, që ta shikojnë se sa e lehtë dhe sa praktike është marrja e një dokumenti apo regjistrimi i portalit puna.gov.al pranë KPA-s. Në eksperiencat tuaja, a ka lidhje puna.gov.al me e-Albania? Po, patjetër. Është pjesë e saj? Patjetër. Cila është më e vështirë për t'u ngarë, po e quajmë se janë dy mjete të cilat duan secila patentën e saj. Për cilin mjet është më e vështirë? E vështira është problematika që unë kam pasur në përditshmëri ka qenë regjistrimi i portalit e Albania është pak i koklavitur, sepse regjistrimi fillestar fillestar në moment që ti nuk e patur portal, është pak i vështirë, sepse në një kredencial ai të kërkon datën e skadimit të kartës së identitetit. Dhe shumë njerëz aty vënë ditën e lindjes. Dhe kredencial nuk ma merr portali. Nuk funksionon sepse ka vënë gabim sepse portali ty të kërkon datën e skadimit të kartës së identitetit, prandaj është e nevojshme edhe karta e identitetit të jetë e vlefshme, se në rast se skaduar nuk vlen. Prandaj portali duhet plotësuar të sakta kredencialet që ai të jetë i aksesueshëm. Pastaj dhe mosmbajtja e fjalëkalimeve, që është mos ruajtja e dokumenteve e të dhënave të rëndësishme. Kemi rastin për shembull, për ta bërë më thjesht për qytetarët që na ndjekin, kur një person i ka skaduar karta, nuk i ka mundësitë ekonomike ta ndrojë. Edhe ndrimi i kartës ka procedurën e saj, ha një periudhë kohë, ndërkohë që i duhet një dokument, i marrni Albania që i duhet patjetër. Si zgjidhet në këtë rast? Kjo zgjidhet me anë prapë sërish do të dalim prapë te portali. Kjo zgjidhet me anë që një dëshmie të portalit një aplikimi të portalit e Albania, i cili ti aplikon që për një afat shtyrje diku deri 6 muaj, ti ke të drejtë ta përdorësh kartën tënde të identitetit. Vetëm për e-Albanian? Vetëm për e-Albanian. Jo për përdorimin praktik? Jo për përdorimin praktik. Jo për përdorimin praktik, vetëm për përdorimin e portalit e Albania që ti jetë i aksesueshëm. Për të marrë informacion dhe shërbim. Në moment që ti i ke të gjitha dokumentet në portal, mendoj që është më lehtë. Ata kanë thjesht për verifikimin. Është shumë e thjeshtë. Një dëshmi penaliteti në rast se ty të ka mbaruar karta e identitetit, ti mund ta marrësh me anë portalit për brenda ditës të vjen dhe ke mbaruar. Po në rastet Mikel kur kemi të bëjmë, a mund të jetë një familjar i yt përdorues i këtyre gjërave që ka kartën në rregull për të marrë shërbimet që të nevojiten? Po, ka ndodhur dhe në përditshmërinë tonë ka ndodhur kjo që vin familjari për të marrë një certifikat të dikujt tjetër. Por e mira, brenda familjes gjithmonë. Por e mira, prandaj personali është në portali e Albania është personal. Prandaj e mira është që çdo individ ku kërkon dokumentacion duhet paraqitet vetë ose duhet të aksesojë vetë për të ruajtur ato klauzolat që ka portali brenda, të jetë më konkret. Po për njerëz që përdorin shumë rrallë portalin. Për njerëzit që e përdorin rrallë, sulin nevoja ose nuk kanë. Unë mendoj këtë gjë që ne do vimi në atë farë lloj pike që të minimumi do ta përdorim mirë në muaj portalin.
sepse duke hyrë faturat energjisë elektrike, do shtojnë akoma dhe më shumë shërbimeve, qytetarët do vënë drejt portalit, drejt teknologjisë. Shumë më herë se një tepër një muaj. Po, e saktë. Juve thatë trajnimi i qytetarëve është i rëndësishëm dhe unë doja ta lidh pak me puna.gov.al. I duhet shumë kohë një personi që të mësoj se si duhet të kërkoj. Ju në një shpjegim të mëparshëm keni thënë është një lloj si kur kërkon një makinë me rrjep ose një fix. Por këtu një lloj tregu. Tu ke një treg që nuk ke mjete, po ke punën. Po. Portali puna.gov.al është një portal i cili, siç e preka pak më përpara, lidh punëdhënësi me punëmarrësi dhe anastjelltas. Unë si qytetar, në moment unë duhet të aplikoj pranë portalit, i cili bëhet një regjistrim fare i thjesht me kredenciale minimale, aty pastaj ta jep dhe mundësinë të jetë një CV. CV është një CV online, të cilën mund të ndodhi që mund ta shikojë dhe biznesi ty dhe ata mund të kontaktojnë dhe të marrin ty. Biznesi mund të kontaktojë ty. Nuk është e thënë që vetëm individ duhet të takojë biznesin, por ai shikon interes edhe mund të shikon interesin e vet, mund të kontaktojë dhe biznesi ju. Siç ka ndodhur në shumicën e rasteve brenda qytetit ton, ka ndodhur që biznesi ka kontaktuar personat që kanë aplikuar. Personat për punë, sepse kemi dhe çik mungesë të burimeve njerëzore, prandaj kështu që Florin duhet t'i mbajmë sa më afër. Shumë e bukur kjo, Mikel. Unë të falenderoj shumë për gjithë informacionin. Të falenderoj dhe të uroj që në trajnimet në proces që keni dhe ato në vijimësi për puna.gov.al të mundësoni sa më shumë aftësim digital të rinjve dhe shtresat në nevojë për t'ia bërë sa më thjesht jetë natyrë dhe për të marrë shërbimet bazike pa u bërë të bezdisur për të tjerët dhe për të qenë sa më të aftë në jetën tyre të përditshme. Shumë faleminderit për ftesën dhe për mundësinë që më dhati të mund. Ishte kënaqësi. Të nderuar dëgjues, e mbyllim për sot të udhkryq. Kishim në temë të diskutimit pikërisht aftësimin digital për përfshirje sociale, aftësimin digital të rinjve dhe grupeve në nevojë si promotorë i punësimit dhe i ekonomisë. Një projekt që ka filluar zbatimin e tij në datën 10 shtator, organizohet nga Horizont EU në bashkëpunim me Praktika.al, si dhe në partneritet me Praktika.al, me falin dhe në bashkëpunim me Zyrën e Projekteve për Integrimin Evropian në Bashkinë Lushnjë dhe Zyrën Vendore të Punës. Projekti Horizont EU e Praktika.al mundësohet nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. Unë ju falenderoj duke uruar një fundjavë sa më të mbarë dhe miru takofshim të premten e ardhshme. Dëgjuat emisionin Udhë Kryq me gazetarin Shkëlqin Bylykbashi. Ky emision u mundësua nga AIKA, krenaria e produkteve të qumshit të qytetit tonë në gjithë Shqipërinë. Nëse shëndeti është i rëndësishëm për ju, konsumoni vetëm produkte AIKA.